Stela e Lemnos është gur varri i zbuluar në vitin 1885 pranë Kaminis, në ishullin e Lemnos në Greqi. Është një objekt i rëndësishëm për të kuptuar gjuhën lemnike, një gjuhë e lashtë e folur në ishull, para kolonizimit të tij nga grekët. Stela është gëdhëndur në një gjuhë e cila nuk është kuptuar ende. Në shkrimin e stelës përdoret alfabeti fonetik i Mesdheut, thuhet me preardhje nga fenikasit. Nga konferenca Stela e Kaminis, Etruskët dhe ishulli i Lemnos, Fondacioni Rovati, Milano, 6 mars 2023, kemi 3 pyetje të cilave ju kërkohet përgjigje. Çfarë thot shkrimi në monumentin figurativ të stelës së Lemnosit? Përse organizimi i shkrimit është kaq i çrregullt? Përse grafema P lexohet L? Këto 3 pyetje, siç i gjejmë të shpjeguara në esenë e Agostinianit, dalin nga rezultati i një pune kërkimore e cila zgjat prej 136 vjet. Studimi të mbishkrimit të stelës. Duke pasur në dispozicion të gjithë përvojën e fituar deri më tani, ju kthyem edhe një herë mbishkrimit të stelës, bazuar në metodën e përpunimit të sinjaleve gjuhësor të rastit, për të nxjerrë informacion më të madh të mundshëm nga vetë mbishkrimi, për të kuptuar mënyrën e shkrimit dhe përmbajtjen e tij. Rishikimi i mbishkrimit në stelë për të nxjerrë në pa sasinë më të madhe të informacionit. Alfabeti, transkriptimi, kodimi. Në tekstet e stelës përdoren 17 fonema nga alfabeti fonetik i Mesdheut. 16 nga fonemat në mbishkrim gjenden në tabelën e Marsilianës. Për transkriptim do të përdorim alfabetin fonetik ndërkombëtar. Në tabelën 2 është renditur kodimi i 33 grupeve të grafemave të ndara nga gurgëdhënësi, nga shkruesi. Meqense nuk përdoren në mbishkrim 2 grafema të ndryshme për tingujt P dhe L, do të lexojmë P grafemën e përdorur. Mënyra e shkrimit e tekstit B. Teksti B është gdhendur duke e kthyer pllakën e gurit. Për rreshtin B1, 90 gradë sipas agrepave të orës, dhe për rreshtat B2, B3, 90 gradë në të kundërta agrepave të orës. Shkelja e rregullit bustrofedik në kalimin nga rreshti B1 në rreshtin B2, nëse nuk e konsiderojmë si gabim drejtshkrimor, ndoshta ka ndodhur për të lehtësuar leximin e tekstit të shkruar në pozicionin vertikal të pllakës gurit. Teksti fillon me grupin e grafemave Hop AI e Si. Korrigjimi i shkrimit bustrofedik i tekstit B. Korrigjimi i shkrimit të përmbysur të rreshtave B2, B3. Mënyra e shkrimit e tekstit A. Nëse shkrimi në tekstin A do të fillonte njësoj si në tekstin B, prej grupit të shkronjave Hop AI e Z na Fo, Zia Zi, nuk do të kishte arsye për të vazhduar shkrimin bustrofedik pa shkëputje. Na duket se shkaku i mos respektimit të rregullit bustrofedik në tekstin A kushtozohet së pari nga shkrimi në fillim i pjesës qendrore të tekstit, dhe së dyti nga bukesa e hapësirës. Nuk kishte mundur të shkruaj Aker Tavarzio në rreshtin Vanapa Siap Serron Ai Morin Ai P. Kjo konsiderat na shtyn të lexojmë në vazhdim të rreshtit Vanapa Siap Serron Ai Morin Ai P, pjesën e fundit Aker Tavarzio.
Korrigjim për leximin e saktë të tekstit A. Lexim i rreshtit A21 pas rreshtit A11. Do më thënë, lexojmë rreshtin maraz math, pasi kemi filluar më parë të lexojmë hop ai e zë na thot, zi a zi, dhe lexojmë rreshtin A32 pas rreshtit A31. Pra, lexojmë më parë Vanapa sjap serron ai morin ai p aker tavar zio. Kontrolli grafem pas grafeme i teksteve A dhe B. Korrigjime. Gjatë kontrollit grafem pas grafeme të tekstit, si dhe gjatë kontrollit të grupeve të grafemave të ndara nga vetëshkruesi, gjendet një gabim drejtshkrimor në tekstin A dhe 4 gabime drejtshkrimore në tekstin B. Kontrolli grafem pas grafeme i teksteve A dhe B. Korrigjime. Në tabelën 3 kemi paraqitur grupet e grafemave të korrigjuara. Shkrimi i parregullt i grafemës S me 3 segmente dhe S me 4 segmente korrigjohet tek grupi Fokja sjap e dhe Efis thot. Nga krahasimi midis grupeve sjap ka feis dhe sjap ka fis, kuptohet se të dy grafemat, S me 3 segmente dhe S me 4 segmente, kanë të njëjtën vlerë fonetike. Nga se, në mbishkrim, grupi feis gjendet vetëm një herë në tekst, ndërsa grupi fis gjendet 6 herë. Korrigjojmë grupin sjap ka feis, i cili bëhet sjap ka fis. Duke krahasuar grupin serron aith me grupin to ferron a, grupi to ferron a bëhet to serron aith. Arom ai bëhet ron ai. Grupet e grafemave qelës rom dhe madh. Nga leximi me rrokje i teksteve, midis 33 grupeve të grafemave të ndara nga vetëskriba, rrokjet më të thjeshta me 3 grafema, 2 bashkëtingëllore dhe 1 zanore në mes, janë rom, madh dhe tis. Nga tërësia në mbishkrim e grup shkronjave rom dhe madh, bëhet e qartë se shkruesi me ndarjet e tij ka formuar si fjalë ashtu dhe grupe fjalësh. Grupi i grafemave qelës madh. Nga krahasimi i grupeve maraz madh, rreshti A21, me grupin maraz m, rreshti B304, kuptojmë se grupi i grafemave maraz m është një grup i përbërë nga grupi maraz dhe grafema m. Krahasimi zbulon se grupi madh është një fjalë, grupi maraz m është grup fjalë i përbërë nga maraz dhe m, ku m është shkurtim i grupit madh. Grupi i grafemave qelës rom. Rom mund të jetë një fjalë, se ron ai mund të jetë një grup fjalësh, se ron ai. Konsiderojmë. Ron mund të jetë një nga format gjuhësore që mund të marrë fjala rom ose anasirtas. Rom mund të jetë një gabim drejtshkrimor i fjalës ron. Rom dhe ron mund të jenë dy fjalë të ndryshme. Tek shohim të gjitha grupet e grafemave rom dhe ron, të cilat janë në mbishkrim, nga krahasimi del se grupi rom bëhet ron, grupi arom ai bëhet ron ai, grupi to ferron a bëhet to serron aith. Duke nxjerrë në dukje grupin ron,
dalin grupet e mëpashme të grup grafemave të preardhura. Fjalë: ai, aith, rom, ron, se, to. Grup fjalë: rom, ai, se, ron, ai, seron, aith, to, seron, aith. Grupet e grafemave të nxjerra nga ndarja me grupin ron: ai, aith, ron, se, to. Krahasimi me grup grafemën ai. Grupi ai në tekstet A dhe B gjendet në grup grafemat: hop ai e z, seron aith, zivaj, morin ai p, hop ai e si, seron aith, ar ai, zivaj, rom ai. Grupe grafemash të nxjerra nga ndarja me grupin ai: hop, morin p, es, esi, ziv. Krahasimi me grup grafemën vis. Grupi vis në tekstin A dhe B gjendet në grup grafemat: avis, evis tho, sjap ka vis, sjap ka veis. Grupe të tjera grafemash të nxjerra nga ndarja me grupin vis: e, vis, veis, sjap ka, tho. Krahasimi me grup grafemën tho. Grupi tho në tekstet A dhe B gjendet në grup grafemat: efis tho, efis tho seron aith, efis tho to seron a, efis tho seron aith. Grupe të tjera grafemash të nxjerra nga ndarja me grupin tho: e, fis, tho, aith. Grup grafema to seron a korrigjohet në tho seron aith. Krahasimi me grup grafemën si. Grupi si në tekstin A dhe B gjendet në grup grafemat: si asi, siap kavis, zi vaj, fanapa siap, hop ai e si, fokja siap e, epi e zio. Grupe të tjera grafemash të nxjerra nga ndarja me grupin si: vaj, epi e, zio. Rezultati në mbishkrim nga ndarja e brendshme nga 33 grupe grafemash të formuara nga shkruesi, 8 mbetjen jashtë krahasimit. Dhe këto janë: na thot, vanapa, paker, tavar, harapjo, epie, tis, foke. Nga ndarjet e brendshme rezultojnë 21 grupe grafemash njërokshe: a, ap, e, var, vis, hop, mav, mo, na, pi, ra, rin, ron, s, se, si, ta, tis, tho, fot, ka. 6 grupe grafema dyrokshe: ai, aith, maras, paker, zio, foke. 3 grupe grafema trerokshe: vanapa, fokia, si, vai. Një grup grafem shumërokshe: harapio. Nga grasimi i grup grafemave vanapa siap seron ai dhe fokja siap e seron aith, për tu parë në kontekst, nëse grafema e fundit e në grupin fokja siap e mund të jetë f, shkurtim i grupit vanapa.
Tani që kuptojmë përbërjen e grupeve të grafemave të ndara nga shkruesi, këndojmë bishkrimin, ashtu si bënin dikur, sepse të lashtët i këndonin shkrimet, ata nuk i lexonin ato. Hop ai, e zë, na tho, zia zi, maraz math, si ap ka afis, e fis tho, se ron aith zivaj. Vana pasiap, seron ai, mo rin ai, paka tavar zio. Hop ai, e si thokja, siap dhe, seron aith, e fis tho, seron ai. Ron harapio zivaj, e pi e zio, ra ai, tis thoke zivaj. Afis siap kafis maraz më, afis ron ai. Nga konteksti, kemi korrigjuar këndimin e na tho, thokja, ra, thoke. Në tabelë 4 janë 32 grupe grafemash, të cilat rezultojnë nga përpunimi hap pas hapi i dy teksteve të Stelës së Lemnos. Nëse besojmë se me punën tonë kemi arritur vërtet të kuptojmë se si shkruesi i lashtë e formoi shkrimin e vet, duke ndarë fjalë dhe grupe fjalësh, atëherë na takon që ne të kërkojmë në gjuhë të cilat njohim, greqishten dhe latinishtën klasike, sanskritishtën, persishten, si edhe në studimet indo-europiane për kuptimin e këtyre fjalëve dhe grupeve të fjalëve. Mund të kisha ndaluar këtu, por ashtu si ndodhi arkitekti Gvendris në vitin 1952, edhe unë nuk mund të mos u besoj asyve kur zbulova se grupet e grafemave se ron ai, mo rin ai pakër, tavar zio, japin shprehjen e saktë në gjuhën shqipe, gjuhë të mësime, se ron ai, por rin ai pakës te var ziu. Kërkova në leksikun e gjuhës shqipe dhe gjeta se grupet e grafemave në mbishkrimin e Stelës së Lemnosit formojnë fjalë dhe grupe fjalësh në gjuhën shqipe. Fjalë të sakta të rrjedhura prej grup fjalësh të sakta, fjalë të afërta, fjalë nga konteksti. Nëse këto fjalë janë në gjuhën shqipe, sipas mendimit tim, ato duhet të jenë edhe në gjuhë të tjera. Por, kërkimi i këtyre fjalëve në gjuhë të tjera është punë e gjuhëtarëve. Për këtë zbulim tim, i kërkova mendim akademikut profesor Demiraj, i cili më vuri një vath në vesh, duke me thënë: mbishkrimi pellask nga ishulli i Lemnos do të ndihmonte shumë. Thënie e cila gjendet e shkruar edhe në librin e tij Epiri, Pellaskët, Etruskët dhe Shqiptarët. Kuptimi i mbishkrimit në Stelën e Lemnos, leximi i mbishkrimit në Stelën e Lemnos në shqip. Teksti ballor. Hop ai e zëna thot, zia është zi, maraz të madh, si ap ka fisi në fis, e fisi thot, se ron ai zivaj. Fanepse si ap, se ron ai, por rin ai pakës tuvar i zi. Teksti ansor. Hop ai, e si thokja, si ap fanepse, se ron ai thë, edhe fisi thot, se ron ai. Ron harapi zivaj, e piu i ziu, rën ai, si thoke zivaj, në fis si ap maraz të madh, në fis rën ai. Stela e ushtarit të panjohur. E nia kap, për ull u më gjova.
harapiu, ushtar, e rëni kap, për ul u më gjuva, harapqiu, ushtar,